Apo ndiqni ju, dhe në fakt vjen për ju pyetja, por edhe për ju zotëri Atigjiku. Apo ndiqni të njëjtën traditë, pra Liga Demokratike kërkon postin e presidentit me ju dhe ndërkohë është e gatshme të bëjë kompromis për kryeministrin, kryetarin e parlamentit, sepse janë paketa, ne I kemi të gjitha me ushtrues detyre në Kosovë. Kështu që a do të sillen një herësh të gjitha? Janë dy çështje që do të ja ti përmend këtu. E para, këto zgjedhje janë bërë për shkak të dështimit të partisë së parë që të arrijë kompromis rreth zgjedhjes së presidentit. Pra këto në fakt janë zgjedhje për president. Është hera e parë në historinë e Kosovës që vendi ka shkuar në zgjedhje për shkak të një dështimi të tillë. Pra në esencë ky është prioriteti numër 1 edhe për shkak se kushtetuta dhe aktgjykimi I gjykatës kushtetuese krijon një urgjencë të tillë. Nëse nga dita e konstituimit të kuvendit ne nuk kemi president për 60 ditë, vendi automatikisht do të shkojë në zgjedhje dhe nuk do të ketë fare rëndësi a kemi qeveri, a kemi kuvend konstituar, sa I kuvend do të shkojë në shtëpi përsëri pas pak ditësh.